Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të komentuar pak marrëdhënien e Selinës, Mirit edhe Gimbos. Siç duket Selina, unë dua të jemi sinqert nga kjo që po shoh, e ka thyer pak atë dëshirën e madhe të produksionit që e nxorën Gimbon për ta ribashkuar Selinën dhe Mirin. Tani, Miri luajti një përzgjedhje që ka qenë në fakt një përzgjedhje emocionale, nuk ishte një përzgjedhje e lojtarit, se po të ishte përzgjedhja e lojtarit, normal, Miri kishte më në interes ta nxjerrën Rogertin dhe Mateon sesa Gimbon nga shtëpia. Tani Miri kishte bërë një matematik, në qoftë se Gimbo do të largoheshte nga shtëpia e Big Brotherit, ai do të afroheshte më së shumti me Selinën dhe do të fuqizoheshte në lojë. Të paktën kjo gjëja u përfol jashtëzakonisht shumë në shtëpi. Por Selina, që në momentin që u largua Gimbo nga shtëpia, ndjehet shumë e vetmuar, ndjehet shumë e mërzitur dhe nuk ka fare energji loje. Dhe unë këtu tani e kuptoj që Gimbo ka patur një rol jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm në zemrën e Selinës dhe në lojën e Selinë. Tani çfarë ndodh? Gimbo, ditën e djeshme, i ftuar në emisionin Goca dhe Gra, ka folur jashtëzakonisht bukur për marrëdhënien e tij me Selinë. Gimbo ka një besim të plot që Selina nuk do të bën lëvizje të tilla me Mirin dhe që Selinë do të respekton jashtëzakonisht shumë marrëdhënien me Gimbon. Një kërkesë të cilën Gimbo nuk e kishte parë, një kërkesë nga Selina, ishte që Gimbo të bën një foto duke treguar unazën në dorë dhe të thot njerëzive që u tha u bë dhe kjo të shkonte me dron brenda shtëpisë së Big Brotherit. Nuk e dia do ta mban si fjalë Gimbo, jo që s'do ta mban si fjalë sepse nuk don, por thjesht nga angazhimet e shumta nuk ka dhe kohën që ta mban si fjalë. Gimbo ishte takuar me vllaun e Selinës, do me thënë marrëdhënia e tyre në një farë mënyrë është një marrëdhënie e zyrtarizuar, kishte dëgjuar dhe fjalët që kishte folur babai i Selinë për Gimbon, por Gimbo vetë tha që ajo që shihet nga jashtë me atë që është brenda është krejtësisht ndryshe. Do me thënë, unë kam arritur ta kuptoj një gjë që Selinë është e dashuruar apo ka një lloj pëlqimi më të madh për Gimbon dhe po e shijon këtë pëlqimin pafund dhe po jeton në fakt të gjend pafund. Po kënaqet në këtë ndjenjë që ka ndërtuar. Marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie që i jep forcë njëri tjetrit dhe që ato të dy kanë gjetur botën të njëri tjetrit. Miri nuk e arrin dot ta rikthen Selinën përsëri. Edhe pse shikoj që mundohet, për shembull sot teksa që Selini ishte ulur te banaku i Lori Kafes dhe po pinte një kafe me Rogertin ishin bashk, Miri ul pak më në qosh që ndoshta ai ka menduar që të arrin ta bëjnë atë trekëndshin dhe Selinën ta fusi në mes që Miri të mundohet të rikthen muhabetin me Selinën, por e shoh që Selina është shumë e vëmendshme në veprimet të cilat i bën. Do me thënë Selinë nuk i jep asnjë lloj hapësire Mirit për të komunikuar me të, për të folur me të dhe për të ndarë qoftë edhe ndonjë moment brenda lojës. Unë mendoj që Miri tani ka arritur ta kupton që marrëdhënien me Selinën e ka mbaruar dhe e ka mbyllur plotësisht, ndërsa unë e them me plot gojë që e shoh Selinën të dashuruar tek Gimbo. Dua të marr mendimin tuaj.